Vitia on fire për 3 ditë njerëz. Kom bërë festivalet më të smutat në Zvicër. Për një me? Po, kena mendu me bërë tamam një restorant në ambient hopper. Do me thonë e keni pomje fantastike këto. Okej. Me 23, 24 dhe 25 korrek në kabash të vitis të ri net, dit e net feste. Festivali Nexus veç këqëreni ambientin, do me thonë, absolutisht i jashtëzakonshëm, ekuivalent me festivalet tjera ku mohën, do me thonë, me ambientet ma panoramike, kisha me thonë, absolutisht fantastike, 25 DJ lokal e global kanë me marrë pjesë, Vitia on fire për 3 ditë njerëz. Që ky ku jam une që tashte, është hapësira po besoj e ushqimit. Tash kena me prit edhe organizatorin ku keni me mujt chill zone, me ble me hongër, po supozoj, me pi edhe me uqlodh para mas lodhjes të bina atje, që ku e jena me gzimin këto gzim. Ku je gzim? Qëshje? A je mirë? Faleminderit për Ti vizitën. organizator këto do me Unë thonë. njëni për 7 organizatorëve. 7 organizator. Po, e kemi edhe Kristianin. Ku je Kristian? Hi, how you doing? You're from Kile, right? Yes, How you find the Kosovo Vitia so far? Good? it's so beautiful. Yes, good. You like the perfect place for your kind of festival here, right? Yes, exactly. It's the place to be. Yeah. What do you like the most about the place and the people here? And The people, all people is kind here. Zem, do me vonë te pas ke bind edhe ki dostin Kristianin. Kristianin, Gregorian, Nuën, Fidonin, Laurantin edhe Veronën. Pse vendosen Viti? Çka të shtytje edhe Jam i këtij fshati. apo i ka boshit I ti? ka Ja? boshit, po. Ti ku jeton? Jetoj ofër Gjenevës, njën. Kom bërë festivalet më të smutat në Zvicër. Për një me? Po. Muzikës elektronike? Gjitha zhanrëv. Mo muzikën elektronike kem pak si predileksion me këtë qoqënijën edhe për çato e kena bërë. Këto e kena mendu me bërë tamam një restorant në ambient hopper. Me shumë ushqime. Do me thonë e keni pomje fantastike këto. Okej. S'ka qysh më kanë ma mirë. Okej. Edhe këtu më e kem bën chill zonën jem të e bën. Ku qëllë zonën nalë që ne, ka drita Po, ta? ka me posën ato hulajat që janë. Kush ka me përformu? Ka me përformu 25 DJ total, janë 4 vendor. Prej Evropës i kemi Delta i nga Birminghami. Okej. Annabelle Sigel e kemi nga Ishullit Kanari. Okej. Mendon, Ispanjës është Malaga. Këta janë këtë rezident në Ibiza. Kem Almahushin, që ka është Gabrielini me këtë ekipën e vetë, ka me përformu të pramton. Okej. Edhe kem Techno Turk, kemi muzikë tash elektronike që bëjnë Minimal House, i kem nga Italia. E çka të ka shtyt, si me thonë, me bon Kosovë? Ti pas ke eksperiencë në Zvicër, në vende tjera, ku nashta i shkon shumë ma thjesht për ty, edhe tu kishin ofru kushtet. Shumë ma të letë i shkoni, shumë ma se, po e meriton rinia e Kosovës me pas një Apo tu, a kena rini gzem sa ke mujt me vrejti gjatë kohës sa e konë këto që janë të apasionu mas muzikës elektronike dhe sa e shohin të nevojshme mbos të interakcioneve që e ke pos me ta, diskutimeve, do me thonë, sa ka qenë nevojshme me bu një festival t'il? Ka në nevojshme se tasha po qujnë vëllo festivalet për qujnë vetëm një ditur, a i të këptu. Po, sa është festivalaj? Dhe festivali ka një qitër eksperiencë. Ku mundesh me ardhë me kalu një me fëmijë, me hongër një darkë, me hongër një pizë, një hot dog, një diçka, me ngu pak muzikë, me shku atje, me shti fëmijën gjëmë, mu këthy prapë. Okej, do me thonë e keni menu për krejt, si me thonë kategoritë e njerëzve. Do me thonë e kem prej në 16 ora mazitët e 5 mëngjes. Pej 4-ve deri në 5 mëngjes. Ku mujnë me i gjetë biletat njerëzit? Biletat janë Viz Event, Rev Travel edhe në çdo pikë kapitaleria që janë në Kosovë. Okej, sa kushton një bilet gzem aktualisht në treg?
tash është në faza 3, jo kon early bird, jo kon 59, tash jena kanë kapacitet 79, edhe finali është 99 për 30. Editorja është 39. Janë çmime shumë të arsyeshme për shkak që kemi pas performancë prej në 4 ditë të 5 mëngjes. Kanë me performu çdo ditë 7-8 DJ. Për sa njerëz je i përgatitën? Sa është kapaciteti i këtij vendi? Është për 10.000 persona. 10.000 persona. Po, ama në bazë statistika që i kemi me ekipën organizativ, pritër më konë 3.000-4.000 persona në Armenia. 3.000 deri në 4.000 persona. Që është një sen që është shumë i mirë për edicionin e parë. Hajde kallëzo ma pak procesin, që shko me funksionu. Njerëzit kanë me ardhë, hajde shkojna ka pjesa e parkingut pak. Njerëzit kur të vinë, do me thonë fshatin ka bash, ku mujnë me gjetë lokacionin, a e keni publikun? Kemi vënu në pano atje për çdo rrugë që jenë viti, do me thonë ka me posën shaja për festival. Që kjo që të qka është? Për çka ka me shërby? Konë në zona VIP, do me thonë kemi këtë që të sposin këto, edhe në altë kemi bo një champagne bar, edhe tani njerës më me qarkullu në stop këto. Okej, fantastike, pas kanë me boz VIP atë. Po, super, si ka po, mi shumë të bukra prej qëtërës. E vërtet. Pe cili qytet pritet me pas mas shumë të audiencë, njerëz që vinë, sigurisht pe i vitis nështë ama që e kanë lokal, po besoj edhe Prishtina është maraklike në muzikën elektronike. Normal kemë rrjetin të në atje që janë shumë të interesu. Dhe normal pritet me orë prej krejt Kosovës, Evropës dhe Shqipërisë. A ka me pas hapësirë të mjaftueshme për parking, kallëzom? Se që ajo është problemi më i madh, sidomos me neve në Prishtinë, do me thonë hekim. Vetëm që s'kan me mungu këto është parkingi. Apo? Okej, sa ka hapësirë, kapacitet parking? Kemë 10.000 më shumë se 10.000 metra katror, diçka kështu. Do me thonë kjo dhe kemë rezerva tjera në qofse eskalerë si të ota këto. Temperaturat që shkanë me qenë? Temperaturat po lujnë, tashte jena verës, normal pe që vetëm pramë të në mondet, po nuk kena garanci. Ka një doks njerëz me vete për notën. Edhe më smero shqitët me morë një doks, se jena këto pak në alësi. A ka me pos vende, si me dhonë ku mujnë me shërby, me pije njerëzit, sa lokacione? Po kanë më konë në 2 shumë këtë mëdhoja ku janë gjitha pijet. Një këtu të ushqimi, një atje të skena edhe ka mu kanë bo këto tani për VIP-t ka mu kanë tishka ma special. Ishte kë Gzim Hasani, organizator bashk me 6 të tjerë i Nexus festivalit në viti për herë të parë, najherë në këtë rajon, nashta kisha me thonë organizohet një event, një festival i tillë, absolutisht i jashtëzakonshëm, do me thonë është ambienti këto, kumprit çka kumprit, po bashkë që se ambienti për një me është shtirë me gjetë, plus kur hin mix edhe muzika elektronike këto, absolutisht pritet me qeni eksperiencë e veçantë. Unë jam Burim Pacolli, mos harroni, Nexus Festival e gjeni në për krejt accounts, TikTok, Instagram, Facebook, i merrni krejt detajet e mundura qoftë për performancën, qoftë për organizimin edhe qoftë për manualin, si me thonë lokacionin, rrugën edhe krejt gjona tjera.